Turqia është kthyer në qendër të vëmendjes politikës botërore ditën e sotme. Ukraina dhe Rusia pritet të zhvillojnë një takim të delegacioneve tyre ballë për ballë, një takim i kërkuar nga presidenti Vladimir Putin ditën e diel, ku mori menjëherë një përgjigje pozitive nga Volodymyr Zelensky, i cili po ashtu ndodhet sot në Turqi. Putin nuk do të shkojë në Turqi, të paktën tani për tani, edhe pse mediat lënë të hapur mundësinë që në orët në vijim ose nesër të ketë një udhëtim të Vladimir Putin drejt Turqisë, por edhe të Donald Trump. Megjithatë, ditën e sotme janë vetëm delegacione që do të takohen. Zelensky pritet të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdogan, ndërsa në Antalya janë mbledhur ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO. Sokol Braja është me mua në këtë lidhje të drejt për diskutuar pak për të gjitha këto zhvillime intensive të ditës së sotme në Turqi. Sokol, përshëndetje. Përshëndetje, Esmeralda. Ka informacione nëse ka nisur takimi mes delegacioneve, kush do takohet, roli amerikanëve në këto takime? Jo, deri tani për rëndësime zyrtare, domethënë nuk kemi, por me sa po duket, domethënë mosardhja e Putinit që kjo është mbrëm në orët e vona të natës është dhënë nga Kremlini, është të jetë një delegacion, domethënë i klasit të ulët dhe jo shumë i lartë, por gjithsesi fillimi i këtyre negociatave për një armë pushim që do të shkojë drejt, që të ndezi dritën e gjelbër për një paqe, tashmë duket që është në shkallën e shumë të ulët, por ka një domethënie krejt ndryshe ku do fillojnë domethënë ditën e sotme aty ku kanë ngelur para 3 viteve, ku siç e dini edhe ju, Esmeralda, që Erdogani apo diplomacia e Ankaras ka arritur të bëjë 2 takime mes rusëve dhe ukrainasve në fillim të luftës, në 5-6 muajt e parë të luftës, dhe nga aty do fillojë përsëri, por ne pritshim si Turqi, pritshim që të vinte edhe zoti Putin, po ashtu me ardhen e Putinit pritshim që të vinte edhe zoti Trump, por tashmë është e ditur të paktën për ditën e sotme dhe ditën e nesërme, sepse këto negociata do zgjasin disa ditë biles, bëhet fjalë që ndoshta mund të kalojnë edhe 3-4 ditë negociata. Në Stamboll mund të kemi zhvillime shumë të rëndësishme në ditët në vijim, por të paktën për sot jemi të sigurt, domethënë deri në këtë orë, që Putin dhe Trump nuk do vinë në Turqi. Kur takohet Zelensky me Erdogan? Zelensky me Erdogan do takohet sot pas dreke, do të jetë një takim kokë me kokë, do të jetë edhe në stafet e tyre, do të jetë edhe ministrat e punëve të jashtme, nëse domethënë mbarojnë punë me summitin që kanë me anëtarët e NATO-s në Antalya, por gjithsesi pritet takimi ku në fakt ardha e Zelenskit këtu ka dhënë edhe ka pasur një mbështetje shumë të madhe nga presidenti qoftë, nga presidenti zoti Erdogan qoftë, jo vetëm për Kievën, por edhe për Moskën, por gjithsesi në këtë takim do të jetë bespaktën kuliset e Ankaras, dhe nëse shohim medien pro-erdoganiste, domethënë median qeveritare, analistët që flasin atë, thonë që me patjetër këtë radhë, tash se sa ditë do zgjasin nuk dihet ende, por me patjetër këtë radhë do të kemi një marrëveshje për një armë pushim dhe shumë shpejt do të jemi do të hyjmë autostradës për një paqe mes Ukrainës dhe Rusisë. Erdogan dhe Zelensky do të nisen besoj sot për në Tiranë. Po do të nisen domethënë për në Tiranë, dhe atje kemi një summit shumë të rëndësishëm, por ti vazhdojnë bisedimet në Tiranë. Po, do vazhdojnë në Tiranë dhe vazhdojnë në Turqi, sepse me të vërtetë domethënë për rajonin për kontinentin e Europës këto ditë janë shumë të rëndësishëm, edhe për Azinë ndoshta, por siç dihet tashmë Trumpi arriti të bëjë vizitën e parë të tij zyrtare në vendet arabe, ku u nda me një biznes shumë të madh, ku bëhet fjalë për gati $1 miliard ka arritur të marrë nga arab, domethënë qoftë investime, qoftë dhurata, aviona, perfekt, avionat më të shtrenjtë. Dikush shkon edhe Trumpi. Po, di, normalisht që di ku shkon, për ata nuk po na vjen në Tiranë, atë për në Stamboll, sepse më duket që dita e djeshme nuk japin dhurata.
Për që t'i japim ne, o Sokol, dita e djeshme tregoj edhe një lajm të rëndësishëm, do thosha për Sirin, një bisedë e zhvilluar mes zotit Trump, Al-Shara në pranit të princit të kurorës, Arabi Saudite, por edhe në një lidhje telefonike, pra i pranishëm në takim për mes lidhjes ka qenë dhe presidenti Erdogan. Nuk e di si e kanë parë mediat në Turqi këtë takim dhe çfarë prodhoi ky takim, duke kujtuar pikën e parë të saj, marrëveshja Abrahams. Po, pika e parë kryesore ka qenë marrëveshja Abrahams dhe vetë Më falë, vetëm për të sqaruar pak, marrëveshjet Abrahams janë një marrëveshje që vendet zhvillojnë me Izraelin, pra një marrëdhënie e mirë, po e thjeshtoj kështu me Izraelin. Për të sqaruar çfarë është marrëveshja Abrahams. Vendet arabe muslimane të krijojnë marrëdhënie miqësore dhe me Izraelin. Më thënë, kjo është gjitha e marrëveshja e Abraham. Kjo është e rëndësishme, shumë telefonata, dhe më thënë lidhja live me këtë tëreshën e zotit Erdogan, ka qenë shumë e theksuar në median turke normalisht, dhe ka qenë një gjë në fakt e papritur, pasi gjithë vendja ishte takimi i zotit Trump me zotin Shara, ku si dihet, dhe më thënë, dhe administrata e parë e Trumpit ka qenë ndër ata që kanë vu $10 milion në mos gaboj për kokën e Ahmet Shara, kurse tashmë pritet nga vetë presidenti amerikan, dhe kjo është shumë domethënëse për të ardhmen e Siris, ku media turke në fakt këtë ka parë gjë shumë pozitive dhe tashmë ka thënë që sipas shumë mediave turke, analizave në Turqi është që Amerika po duket që i ka vu një vit të verdh, mos e vit të kuqe, po vit të verdh dhe Tel Avivit, dhe përqendrimi i saj është kthyer në Ankara në Turqisë, dhe po ashtu dhe ka lënë Netanyahu dhe tashmë do të vazhdoj me Erdoganin, por gjithsesi kjo telefon ka qenë e rëndësishme dhe sipas të gjithë të tyre dhe prononcimeve që bëri mbrëm në orët e vona, presidenti i Sirisë Shara tha që falënderimi i veçantë është për zotin Erdogan, që më sa duket nëse i marrim në rreshtat e fjalimit prononcimit për media që bëri Shara, thotë që ky takim është bërë fal Erdoganit, domethënë Shara me Trumpin ka qenë takimi bërë nga vetë zoti Erdogan, nga dëshira e zotit Erdogan, dhe pjesëmarrja e tij në atë është shumë domethënëse, ku po aq sa falenderoi Amerikën, falenderoi edhe presidentin turk, dhe heqja e sanksioneve, embargo që ka pas Bashar Asadi, nëse që Amerika ka vënë Bashar Asadi, tashmë Trump prononcoi haftas që sa të kthehen në Amerikë, domethënë do të heqë gjitha embargot, dhe kjo është shumë domethënëse për një rimkëmbje, për një rindërtim të Sirisë, ku normalisht këtu është shumë pozitive për Turqinë, se siç dihet Smeralda miliona sirianë ende jetojnë në Turqi, edhe pse u shemb regjimi diktatorial i Esadit për Siri, rikthimi nga Turqia e sirianëve nuk arriti të ishin në përçmërinë e duhur deri tani 170.000 vetë, domethënë që në nëntorin e kaluar, ku dihet mirë që në Turqi ka mbi 5 milion sirianë. Çfarë po ndodh në Antalya, që prej ditës së djeshme janë mbledhur ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, sot ka nisur një summit informal i tyre, për çfarë po diskutohet? Në fakt, pasi dhanë grupi, gjithë grupi, dhanë atë fotografinë familjare, atë po flitet e para për të ardhmen e NATO-s, e dyta siguria e rajonit, domethënë ku bëhet fjalë për antarët e bashkimit, antarët e NATO-s janë Europë, po ashtu dhe Turqia, dhe ndër të tjera se si do të jetë NATO-ja në të ardhmen, dhe ku bëhet fjalë pas ardhjes së Trumpit që Europa tashmë të bëjë të veten nuk do ju ruaj më juve, por gjithsesi këtë takime kanë qenë të fokusuar në fakt më shumë për problemin, për luftën Rusi-Ukrainë dhe çfarë do bëjnë, domethënë NATO, me të vërteta do të kemi atë përçarjet se ç'ishte Trumpi flet direkt me Putinin, Europën e lamatan me njan, edhe të gjitha, por me sa duket paktën përndësimet zyrtare ende nuk janë bërë ende, por me sa merren të dhëna nga kuliset e ministrave të jashtëm të shumë shteteve anëtare të NATO-s, thonë që por NATO do të ketë një vizion krejt të tjetër,
në takimin informal të ministrat të jashtëm, do të jetë një paraprgatitje për samitin e ardhshëm në Hollandë që të bëjnë një gjë shumë më konkrete, dhe nëse deri në atë kohë nuk do të kemi një paqe mes Moskës dhe Kievit, atëhera NATO do të ketë domethënë një strategji krejt të ndryshme dhe të paktën e pa folur dhe e pa pritshme deri më tani, por gjithsesi kanë lënë mundësinë Putinit, sipas informacioneve, domethënë kanë lënë mundësinë Putinit që të ulet të paktën një armë pushim dhe të ecë drejt paqes, por gjithsesi NATO më sa duket tashmë është e vendosur dhe vetë prononcimet e Trumpit, nëse Putin nuk arrin domethënë nuk dëshiron të ketë paqe, atëhera do të vazhdojnë me sanksione, por edhe me gjëra të tjera që NATO tashmë, strategët e NATO-s, ushtarakët gjeneralët e NATO-s tashmë po i shohin me vendosmëri, ku ndër këto generalet më kryesor të fushave të luftës tashmë dihet që ka për 10 ditëve që bën negociata dhe shumica atyre mbledhja e atyre negociatave vazhdon në vendet e NATO-s në Turqi, Esmeralda. E kuptoj. Të falenderoj shumë, Sokol. Ishte kënaqësi, ju uroj një ditë të mbarë.